Kryeministri Edi Rama ka sqaruar sërish se si qëndron e vërteta mbi çështjen e Zvërnecit. Në një intervistë për Vanity Fair Italia, kreu i qeverisë shpreh se ligji i ndryshuar për zonat e mbrojtura nuk erdhi për investimit të kushtër, por si pjesë e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ne kemi përshtatur legjislacionin tonë me standardet europiane që parashikojnë nivele të ndryshme mbrojtje. Ka zona të paprekshme si delta e lumit Vjoz dhe zona ku mund të ndërtohet, gjithmonë duke respektuar standardet e BE-s. Sqaroi gjithashtu se si qëndron historia e çështjes së pronësisë, së bregtetit të Zvërnecit. Tani transaksioni është pezu derisa të sqarohet pronësia e ligjshme e tokave që në Shqipëri mbetet një çështje delikate që nga rënia e regjimit dhe rishpërndarja e titujve të pronësisë. Sapo të sqarohet pronësia, shuma do t'i paguhet atij që i takon. Ndërkohë, sa i përket ishullit të Sazanit, edhe një herë bëri të ditur se qeveria nuk ka ndërmend ta shes. Është ishulli i Sazanit i cili i përket shtetit dhe nuk ka asnjë synim për ta shitur, por negociojmë një partneritet. Më pas do të nisin analizat midisore për t'u siguruar që natyra do të mbrohet. I pyetur sa i përket kërkesës së protestuesve për dorëheqje, kryeministri Edi Rama shpjegon se do të largohet nga detyra, vetëm kur Shqipëria të bëhet pjesë e Unionit. Për sa kohë do të ndjej zjarrin e pasionit do të qëndroj. Nëse Shqipëria do të pranojë vërtet në BE, mbledhja e parë si shtet antar do të ishte rasti më i bukur për të dhënë dorëheqjen. Prej më shumë se 2 javësh, qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur në protesta, ku kërkojnë anulimin e projektit në Zvërnec dhe largimin e kryeministrit Edi Rama.